shkojmë aty dhe t'ja u komunikoj atyre. Atere, e jam sërish me ju. Big Brother ka vënë re që një nga temat tuaja të preferuara të diskutimit në shtëpi janë nominimet. Dhe për shkak të kësaj ka vendosur që t'u aprish të gjitha planet dhe të prezantoj një skem të re nominimesh. Për këtë do dua që në dhomën e grimit të shkojnë Aldo, Rizarta, Kelly dhe Ola dhe mbasi shkojnë tek dhoma e grimit të mbyllin derën mbas tyre. Ndërkohë, në dhomën e ndenjes duhet të qëndrojnë Laerti dhe Valbona, Gerta, Jozi dhe Loredana. Pjesa tjetër duhet të shkojë tek dhoma e gjumit. Pra, jo, më fali, tek dhoma e surprizave. Danja, Gjesti, Egli, Rozana. Po. Në living qëndron Laerti, Valbona, Gerta, Jozi dhe Loredana. Okej, dyert janë të mbyllura, sigurohemi që kemi derën e mbyllur edhe tek dhoma e surprizave. Perfekt. Atere, më çoni fillimisht në living dhe më mbyllni pjesën tjetër të banorëve. Loredana, Jozi, Gerta, Valbona dhe Laert, jam vetëm me ju. Duke qenë se është një skem ndryshe nga nominimet në dhomën e rrëfimit, Gerta nuk e ka dënimin e kutisë së emergjencës për të qenit në televotim. Ndërkohë, Valbona dhe Laerti vazhdojnë të jenë një konkurrent i vetëm. Juve, me shumicë votash, brenda 30 sekondash, duhet të bini dakord për kë doni të nominoni nga grupi juaj. Me shumicë votash, brenda 30 sekondash... Brenda këtu, brenda njëri tjetrit? Brenda njëri tjetrit. Keni 30 sekonda kohë nga momenti që do t'ju them për të vendosur. Koha fillon. Folori. Jozi. Laerti. Vetëm një? E, cëllë se iku se ka. Vetëm një emër dhe duhet jeni me shumicë votash. Valbona me Laertin. Dhe unë Valbona me Laertin atëre. Valbona me Laertin Loredana, Valbona me Laertin Gerta, Jozi. Laerti. Pra, je Laerti, kështu që automatikisht stopon koha në nominim nga grupi juaj shkojnë Valbona dhe Laerti. Faleminderit, më mbyllni lidhjen me living dhe do të shkojmë tek dhoma e surprizave apo tek grimi, më thoni ju. Tek dhoma e grimit shkojmë atëherë. Okej, sigurohem që të dëgjojmë vetëm tek dhoma e grimit. Hej, jam me ju. Më dëgjoni Aldo, Rizarta, Ola, Kelly. Okej, një moment sa të hapet audio. Atëherë, më dëgjoni grupi? Po. Okej, qëndroni në një linjë që t'ju shoh të gjithëve, jo para njëri tjetrit, faleminderit. Atëherë, juve do të keni vetëm 30 sekonda kohë që me shumicë votash të çoni njërin prej jush në televotim. Prej nesh... Koha fillon. Filloj koha, Ola. Kelly, je okej me Olën? Po. Okej, atëre ndalojmë kohën, Ola shkon në televotim. Më prisni aty. Shkojmë tani tek dhoma e surprizave. Dhe më siguroni që dëgjojmë vetëm tek dhoma e surprizave. Atëre, ku vajti ai? Do e ngrejnë, po ai tjetri ku vajti? Është burgu, është. Atëre, Egli, Gjesti, Danja dhe Rozana. Do të keni vetëm 30 sekonda kohë për të ndarë me shumicë votash cilin nga grupi juaj doni të çoni në televotim. Koha fillon tani. Ka doni të çoni në sekonda, kush është grupin tonë? Në të katërt. Nëse nuk bini dakord, do të shkoni të gjithë nga ju të katërt. Ha, vendosni. Ha, Rozin. Okej, së di. Ska gjithë, po duhet të bim dakord. Keni dhe 10 sekonda, nëse nuk bini dakord, do të shkoni të gjithë në televotim. Gjestin? Okej, Gjestin.
Egli, e dakord me gjestin? Po doni mua, mund të edhe mua. Koha mbaroi, më duhet një përgjigje. Si? Jo, e dash e para. Okej, atëherë nuk bini dakord. Jo, Po duroni more shtatanik jeni të katërt ju? Bo, 2 vota unë i hongra. Okej, atëherë, edhe njerë, me shumicë votash nuk bëjnë 2, sepse jeni 4, shumica është me 3. A di matematika për jo? Më thoni mua, se kam problem fare. Për sa ko jeni 4 veta, po... Jo, tash Rozi. A mund shkoj unë, dhe dio, nuk ka problem. A jeni dakord? Edhe unë shkoj, hajde ta bëjmë kush do më Bini dakord atëre, kush doni të shkoj në televotim? Atë shkoj unë, atë shkoj unë. Vesh njëherë lem një për burë dhe mu, haj për burë, vesh njëherë, pa vesh njëherë lem A do më shku ti? Okej, vlla i madh më thotë që do të shkoni... Vlla i madh më thotë që nuk ra dakord, do të shkoni të katërt. Faleminderit, mund të ktheheni në living. Fair enough. Ndërkohë, më çoni pak në dhomën e grimit që të thras edhe pjesën tjetër. Aldo, Rizarta, Kelly, Ola, mund të ktheheni? Atëherë, jam me ju këtu në living, ndërkohë që presim edhe banorët e tjerë të na bashkohen. Siç edhe nuk e dini, po do ta mësoni kur të flisni me njëri tjetrin, keni qenë të izoluar në 3 dhoma të ndryshme. Secili prej grupeve kishte kohë vetëm 30 sekonda për të zgjedhur me shumicë votash njërin për ta çuar në televotim. Grupi që ishte në living me shumicë votash vendosën që të çonin në televotim Laertin dhe Valbonën. Grupi që ishte në dhomën e grimit vendosi që të çojë me shumicë votash Olën. Grupi që ishte në dhomën e surprizave, pra Danja, Rozana, Egli dhe Gjesti, nuk ran dakord me shumicë votash, që do të thotë se do të shkojnë të katërt së bashku me Valbonën dhe Laertin dhe Olën në këtë televotim. Në këto momente, unë do të hap zyrtarisht televotimin. Pyetja është, kë doni të shpëtoni, njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën. Kështu që votoni. Si the, më falë, më bërt një pyetje? Jo, më pyeti mua. Sekretare që ke një pyetje të saktë në krah. Për Aldon. E ka për mu Ledion, ndërkohë që Ola unë është fola e guximtare, fundit. ka thënë vetë, kështu që ta Foli- trajtojmë Jo, në nuk fare. Po tutet keq fare, po Ola do vi dita të dalim gjithë Ola. Po, ai e dinte shumë mirë. Po ju lë të flisni me njëri tjetrin. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, ndërkohë që juve filloni të votoni, ne do të shkëputemi për fare pak dhe më pas një surprizë shumë e bukur sepse di kush ka ditëlindjen sot. Kush? Jozi. Jos profesionisti. Jos veterineri. Po, kthehemi pas pak, qëndroni me ne.